Prandaj është një gjykatë në etnike, nuk merret me krime serbe, po veç me krime të pretenduara të shqiptare. Adresa e tretë, me një interes ndryshe për këtyne tjerave, është lëvizja vetëvendose. Cilë është interesi saj? Me largu nga historia 20 vitet e kalume, Hashim Thaqën, Ushtrinë Qërimtare të Kosovës, edhe me a gjetë një vend dise Albin Kurtit atë. Po, njerëzime dhe Kosova nuk kanë përëdhu ende makinë të ustimit në kohë. Artan, nuk ka argument që vetëvendosja ka synim me largu historinë USHK-s dhe historinë krejt të qa, i ka dy qëllime. Nuk i kum një asë njerë zotin Kurtit që ka dy qëllime i ka. Njerës afer Albin Kurtit, i kemi pas së fundmi që kontestojnë rolin në Hashim Thaqën në Ramboje. E ki fjallin për zotin Beton Zëroj kështë? Ma për para, ke pas njerës edhe ke edhe sot që e kontestojnë rolin edhe në luft të Hashim Thaqët. Ke edhe njerës afer Albin Kurtit që kontestojnë rolin edhe ti edhe në gjatë periudës sa ka qenë ai student edhe prorektor. Ki njerës afer ti që mandej e kontestojnë rolin e ti edhe në shpallën e pavarësisë. Jo dosh kë, jo së dosh. Vetoni tha, Shkelzeni, Roni, kemi pas që ka pasin sëndrim që të që lufta USHK-s, nuk kanë luft për shirim, po për pushtet. Oke, këta e njerës që kanë u thu dikur me zotin Kurti. Po, edhe udhëtojnë prapë edhe janë pjesë e doktrinës si, edhe e kanë vetëm një qëllim. Thu që kjo është doktrina e zotit Kurti? Po, ja, kjo është 100% doktrinë. Po, vetëvendosje ka njerës që në kanë USHK edhe pjeti për juzët USHK-s? Prapë se prapë, do më thonë, nuk interesan. E bën dallimin zotit Kurti me partinë edhe me doktrinën e vetë? Zotit Kurti nuk mund është me pas asë një vlerë nëse si i vdekun. Veç njerës të vdekun kanë vlera. I gjallë është veçaj. Njeri që gjallë që ka vlera është veçaj, nuk është kërkush tjetër. Tjerë do të me qenë të vdekun, po a di cili është qëllimi i tij? Edhe që kështë rrezik edhe ndërlidhet prapë me gjykatën speciale. Zoti Kurti ka shtu përpjekjet përmes Rën Gjinovcave, Vudi Gjemshitave e tjerve, e Shkelzen Gashave të tjerve, i ka shtu përpjekjet për me relativizu të gjitha meritat e Ushtrisë Qërimtare të Kosovës, edhe me largu figurën e Hashim Thaqët pe atyne ngjarjeve, edhe me kriju një terren ku dënimi eventuali i Hashim Thaqët nuk nënkupton të dënim të Kosovës dhe trashëgimisë dhe të historisë, por një dënim individual ku ai njeri nuk ka lidhje me histori. Ka dalë ata. Po më thuaj se gjithë kjo është përpjekja për me para përgatitur terrenin që më votuat atje? Pikërisht. Do thotë këta janë të mundu me kriju një terren pjellor ku ideja merr formë, lind, që nëse dënohen krerët e USHK-s, aty është një dënim individual, sepse ata nuk kanë qenë pjesë e historisë. As në Ramboje, as shpallët pavarësisë, as lufta, as kurçi, ata janë shkputur për gjithë këtyre ngjarjeve. Dhe kjo përpjekje është shumë djallësore. Por qytetarët e Republikës Kosovës, tash e 5 vjet, po thu që kjo kronologjia që dul, prej ekspozitës, prej deklaratat që dosh me lexu, lufta USHK-s sa ka poliria për pushtet, po thu që e ka një lidhshmëri, edhe pse ato po duken që në momente të caktuara për Artan? Në intervistën e radhës, koza gjata mes veti. Në intervistën e radhës ne do të flasim për një tjetër deklaratë që do të bëj dikush në ditët javë të ardhshme. Pra, këto janë deklarata që në kontekstin të caktuar me kohë, jo bashkëstash. Këto janë përpjekje, dëgjoni, edhe përpjekjet e tilla nuk janë vetëm nga zoti Kurti, ka pas përpjekje edhe për vetë gjykatë speciale në për shkollat e Kosovës. Mesme, po, që janë zonë. Shkollat e mesme, njëjta logjikë është. Pra, logjika është kjo, që në akt akuzë, edhe nëse dënohen krerët e USHK-s, atë nuk dënohen ata se individ, sepse në akt akuzë flasim për ndërmarrje të përbashkët kriminale, pra ushtria shqiptare ka bërë krime. Artan, nëse ke kritë është sipas jush, si narrativ e marrëm si të mirëqenj, si PDK, si parti trashëgimtare e luftës së politikës të USHK-s, i keni dy liderë ju historik atje, çka jeni të po për me ndalit narrativ? Jeni pjesë e kuvendit? Po. Okej, se keni shumicë. Partia Demokratike e Kosovës. Nëse që kjo është ideja, që kjo, narrativa për më lecu, mas iniciatives, narrativave të gjykatës në për shkollat mesme, krejt, është që kjo ide, atër që jeni të bo burë? Që jemi të bo në të shtu? Fidan, që po bëjmë në të shtu, se më thonë, ato që ka bo PDK-ja ka fitu kunder kësaj idejes. A di pse ka fitu? Për rezoluta nuk ka kalu? Po, a di pse ka fitu? Që ata 120-30.000 njerë që dalin shesh, ajo është antipodi i kësaj fushatës lëvizjeve vetëvendose edhe të gjykatës speciale. Pra populli, përmes aktivizmit edhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Gjitha partitë jenë kanë. Gjitha partitë, po, por PDK ka ndihmuar në organizim gjitha protestave dhe aktivitetet që ka pas lidhur me këtë temë. Do thotë se e ka Boliria ka emër. Po, e gjithë kjo protestë tregon
që populli tashmë është i bindur, që gjykata speciale ka qenë e padrejtë, që është përndjekje totalisht politike e individëve dhe e kriminalizon luftën edhe ka tentim të ndryshimit të historisë së Kosovës dhe dëmton Kosovën në arenën ndërkombëtare. Për këtë qytetarët janë të bindur. Në aspektin institucional, çka mundi çfarë doni me bë? Tash nëse jemi përmbledh, jemi përmbledh këto argumente. Ne jemi mundu me një rezolut, dhe në atë rezolut ka qenë edhe një nem për me ndryshu kodin penal, në mënyrë që mos me pas deklarata kundër viktimave të luftës, sepse ai zoti Gashi e ka fyer edhe viktimat e luftës me ato pretendime që ata kanë qenë të armatosur, sepse ajo e amniston vrasjen edhe masakrën. Pra, ne kemi dashur në mënyrë institucionale, po PDK nuk ka mund dal edhe brenda institucioneve, edhe në rrugë për me... Qa keni me bërë? Ju pjesë edhe komisionit, qka doni me bërë? Në komision, qa kemi bërë fillimisht, ne kemi thirrur në takim ministrin për vlerat e luftës, zotin Andin Hoti, që e kemi të mërkurën, pra pas nesër ai do t'jetë në raportim në Komisionin për drejta njerëzit dhe vlerat e luftës. Këtë kemi bërë me nënshkrimin e PDK-s, AK-s dhe LDK-s me Armendin. Dhe do ta kemi atë për të shikuar se cila është strategjia e ministrit Hoti.